Fakti që me 16 maj këtu është komiteti politik në Tiranë, evropian, këtë lidert e Evropës, nëse s'është mjaftueshëm kjo, atëherë e mbyllëm, atëherë le të jetë ajo. Po s'është mjaftueshëm pa thënë. Po si s'është? Ka ardhur George Bush, çfarë do të thënë kjo? Ajo që ka ardhur Colin Powell, ka ardhur Bush i plak, kjo është sukses, se të ka ardhur në radhë të organizosh një takim. E para, George Bush është shumë mirë që ka ardhur. Ka ardhur në moment geopolitik, si s'është. Sa po the që i lavdrove, madhështove, që aje ka shpallë bashkë Kosovës. Nuk e madhështove. Të bëra një krahasim. Jo, është për madhështove. Raportet e Ramës me SBA-n dhe raportet e Berishës me SBA-n, kaq. Mirë dhe... Po më the që bëhet një takim... Po e jap meritat Berishës edhe George Bushës. Dhe ajo që ka ndodhur atëherë... Bilanca ka. Kush? Takimet nuk i quajnë sukses. Çfarë bilanci ka? Me kë? Ja themi rast. Duhet të pyes. Jo më rast. Jo më po të pyes. Unë po them, Shqipëria 2013 baton. Asnjëherë nuk ka qenë në një pozicion më dinjitos dhe me elemente krenarie sa në këtë moment. Është emocionale pra, efekt. Në raport me një qytetar evropian, në raport me politikën evropiane, në raport me institucionet evropiane. Po pse? Po pyeti gjithë mediat e mëdha të botës, pyeti 12 deri në 13 milionë. Si dukur korrupsioni? Jo, pyeti. Dhe mafia nga një vend. Është këtu në Australinë soi, është shteti edhe i të drejtës që vendos çfarë është korrupsion dhe çka nuk është. Në momentin kur shteti i drejtës nuk funksionon, atëherë kemi të bëjmë një shtet pa çavër. Na ka rit krenarin dhe imazhin. Dakor. Po kjo është një efekt. Po si është efekt është konkret. Sepse ndajemi ti je shefu se shoh. Konkret baton është fakti. 2013 milion njerëz 2000 baton se duhet qëndrim për këtë. 2013 kanë premtuar unë do të hap negociatat mandatin e parë. Po. I ka hap në fund mandatit tret. Të 300 ca ka. Arsyen? Ora është fakt as është fakt. Jo, është fakt, po arsyen. Lëre arsyen, a është fakt as është fakt. Arsyeja është që mos premtojnë gjë o budall që zvaret nga ty. Mos premtojnë gjë para mendu që do të ndodh. Jo, atëherë mbyll gojën. Ajo që po ja quaj Covid, ajo që quaj Covid 2014 ndodhi gjama e madhe e emigrantëve të cilët jo që s'u marr kërkush me zgjerimin. Pikërisht për këtë, unë s'premtoj dot që do shes batonin vëlla. Politika ka dinamikë të vetën. Mos thuj se Edi Rama nuk e ka marrë premtimin për faktin se 2014-2021 Evropa dhe këtë bota ka pas probleme serioze. Po 2021-2022 në bashkimit evropian e lemëm me se ti ke një talent absolut për ta çu bisedën në absurd. Po unë po vazhdoj me absurdin tënd. Atëherë mos ta premtoj këtë 2030-ën se ndoshta vinë refugjat palestinezë dhe se atëherë po na gënjeka pra këtë po them. Pse gënjen njeriu kur premton? Mos premtoj gjë që zvaret nga ty o baton. Politika është dinamike sot është nesër mund ndodh lufta. Veç mos harro, një pjesë e shteteve evropiane. Tani kjo është, unë të kthehem nga kamera dhe t'ju premtoj njerëzve që do ta bëj batonin grua. Po ti thua, jo vlla se varet nga mua, s'varet nga ty kjo punë. Ose mund dali Sali Berisha thotë Shqipëria do të marrë toka në Mars. Dhe në Mars dhe do të vendosin. Po si s'ka lidhje, pra po premtove diçka që zvaret nga ty. Apo e thua vetë sapo e the. Sapo e the që Edi Rama premtoi diçka që nuk varet prej tij. Jo, nuk varet. Natyrisht nuk varet. Po njeriu nuk premton gjëra që zvaret prej tij, baton. Jo, ai po thotë unë do quhet tradhti ndryshe. Se ti premton para prisi që zot tradhosh gruan. Varet nga ty kjo. Nëse ndodh thon, si e bëre këtë gjë? Ta sqarojmë rrugën. Se unë po thëmë cilat kanë qenë pengesat 2014-2021. Kanë qenë... Këtë drejt, pra këtë drejt. Ja, një sekundë, jo mëse ka drejt, se do t'ja leshë mbarë. A mund t'a aprofundoj logjikën, ka drejt batoni që nuk varet nga Rama. Dhe Bushati këtë po i thotë, mos premto prap diçka që nuk varet nga ty. Se mund të shëmbet BE-ja nesër dhe në ngerin pa pashaport neve, se unë kam hallë s'do reki pashaporta, nuk kam hallën e premtimit Ramës. Dhe imagjino çka katastrofesh për shqiptarët, po ngerin pa pashaport. Ja vëtimis. Kjo është një. E dyta, pse është efekt ajo që the që parë? Nuk është efekt sepse është kontent dhe efekt bashkë. Po pra po jo, more shembull imazhi i Shqipërisë është rritur dhe shqiptarët janë më krenar se kurrë. Po. Pse quhet efekt kjo që the ti? Se ti je shef kështu, dikush tjetër është shef ndryshe. Po pse shef? Fakti
që qëndron dhe nuk lëviz, shqiptarët lëvizin pa viza. Shqipëria është anëtare e NATO-s. Okej? Kosova shteti i pavarur. Këto janë fakte. Sa do ta kemi NATO ose ti Sali Berishën, themi s'kemi që bëjmë Shqipëria është NATO, valla. Nuk kemi që bëjmë. Kurse ai bën Berisha shqiptarët më krenar se Rama, po Rama më krenar se Berisha, nuk di ç'të them. Për të ardhur ndim mund të them që po. I vetmi argument për këtë mund të jetë numri i shtuar i turistëve, që tregon që Shqipëria ka ndryshuar etj etj janë dakord. Jo, sa ta përmenda komitetin politik, ç'është politike kjo. Po takimet nuk janë sukses, Këshillit të sigurimit, me qenë antar i Këshillit të sigurimit. Në rregull. Jo, me qenë antar i Këshillit të sigurimit do të bie radha më isha. Jo, nuk bie radha. Zgjedhës. Po çfarë lidhje ka? Nuk bie radha. Po zgjodhën, po çfarë do të thënë kjo? Da, di pse ka zgjedhë. Nuk është siç ka fituar Shqipëria. Që turist më shumë. Jo, s'ka lidhje ajo. Jo tani, jo, po ma thyr për çka ka fituar. Shimon çka ka fituar, projekti më i madh në prezencë politike o Këshillit të Sigurimit. Nuk ka Shqipëria. Këshillin e Sigurimit. Po zoti çfarë fitoi Shqipëria? Si çka ka fituar Shqipëria? Shqipëria ka fituar sot që është, domethënë, që ka pasur një krenari politike që një lider i saj e ka udhëhequr Këshillin e Sigurimit, ka marrë fjalim. Efekt pra. Ka marrë fjalim. Efekt është përmbajtje. Po që ka marrë fjalim. Përmbajtje më. Se po na gjej. Fakti që mbani fjalim zonë. Edhe Veroqa ka mbajtur fjalim në këmbore, por do të thënë gjë. Kur thoni që Partia Socialiste dhe në qeveri ka të korruptuar, që ata çështja inceneratorëve është kjo. Atë dhe mund mos e pranosh. Po të thuash që është sukses për Shqipërinë, shumë se ka mbajtur fjalim Edi Rama në Këshill të Sigurimit. Shumë nuk ka ai që jo më nuk ka. Dhe mbas këtij fjalimi, Kosova fitoi shumë në arena ndërkombëtare, Shqipëria bëri hapa gjigant drejt antarësimit, mbas fjalimit. Sa hapa gjigant. Tani para se t'ja jap bushatet e Lencit për ta mbyllur se nuk kemi kohë. Në 33 vite, nga viti 2000. Vetëm ke Lenci s'ke kohë. Jo, kemi kohë. Nga viti 1992 deri në vitin 2025, Shqipëria është qeverisur 20 vite nga Partia Socialiste dhe 13 vite nga Partia Demokratike. Në 13 vite nga Partia Demokratike, Shqipëria është antarësuar në Këshill të Evropës, është bërë antar i NATO-s, janë liberalizuar vizat dhe është bërë MSA-ja në 2006, që të mos harroj. Në 20 vite nga Partia Socialiste është hap kapitulli i parë i negociatave dhe na premtohet pasaport europiane në 2030. Dhe